duke theksuar përsëri se asgjë, absolutisht asgjë, nuk përligj krimin horror, ekzekutimin e gjykatësit në sallën e gjyqit. Por askush nuk mund mohoj se ai krim makabër dëshmon për shkallën e tmerrshme të korrupsionit të gjithanshëm që ka pushtuar vendin dhe në rastin konkret sistemin e drejtësisë. Siç faktohet kjo edhe nga organizatat prestigjioze ndërkombëtare të njohura. Sot Ryshfeti dhe Gjoba, për qytetarin shqiptar në sistemin e drejtësisë është shumë fishuar, krahasuar kjo me çdo kohë para saj, me çdo kohë para saj. Qytetarët shqiptar duhet paguajnë qimet e kokës vetëm e vetëm për të mundur me afrue shqyrtimin e dosjes tyre nga gjykata. Pale pastaj për vendimin. Sot, dosjet e prokurorëve dhe gjykatësve janë objekt falsifikimesh, manipulimesh, zhdukjesh dokumentash, krimi flagrant pra, absolutisht një lloj si në kohën kur ato administroheshin nga hetuesit e sigurimit shtetit apo gjykatat popullore të diktaturës. Së fundi, theksoj, se asgjë nuk përligj absolutisht asgjë, marrjen e jetës së një njeriu dhe aq më tepër të një gjykatësi në detyrë, por përdorimi i drejtësisë si armë politike nga narkoshteti është kriminalizimi dhe dështimi i saj më i madh që Ramoduro i ka bërë këtij sistemi. Kur ndonjëherë drejtësia jonë nuk ka qenë në gjendje dramatike që është sot. Faleminderit.